Përshëndetje qytetar të një republike ku padrejtësia, ku korrupsioni është ulur kom kryq dhe na shef gjithve shtrembërt në sy. Përshëndetje ju që rezistoni në këtë natë përballë një parlamenti i cili është parlamenti me deputetët më të pasur të popullit, më të varfër, jo vetëm në Europë, po edhe në Ballkan, jo vetëm Ballkan, po edhe në rajonin tonë që quhet Ballkani Perëndimor. Prandaj të trokitët e shtetëve tuaj sonte këtu, në këtë vend ka njerëz që rezistojnë, në këtë vend ka njerëz që janë njerëz mirë, në këtë vend ka njerëz që nuk e kanë frikë i klik, kleptokrate, autokrate, e cila është në prag falimentimit të plotë saj. Në qoftë se ju kujtohet në ty protestat e më përpashme që kemi mbajt në dhjetor, Belinda Balluku, aso kohë e akuzuar me 8 akuza për korrupsion, ishte shtukur dhe heshte dhe nuk tukej askund. Por tuket se nga dhjetori, kur SPAK, kur prokuroria e posaçme kërkoi nga parlamenti që t'i hiqej imuniteti juridik për ta arrestuar atë, dhe deri tani në janar shohim se Belindës i ka dalë frika. Belindën e shohim takime me ambasador, pavarësisht se është akuzuar për 8 afera të rënda korruptime me vlerë $100 miliona. Belindën e shohim në takime me biznesmen dhe investitor tuaj, pavarësisht se është akuzuar për rishfet edhe për klientelizëm. Belindën e shohim në takime si ministre edhe në përvepra infrastrukturore, për cilat ajo jo vetëm akuzohet për korrupsion, për shfatje, për rishfet, por edhe në vepra infrastrukturore, cilat sot nuk kushtojnë vetëm parat, por kushtojnë dhe rrezikojnë edhe jetën e njerëzve në të ardhmen. Për fakti se Belinda livadis e lirë nuk vjen për shkak se ajo është e pafajshme, nuk vjen për shkak se ajo nuk ka bërë korrupsion, po vjen vetëm për shkak të mbrojtjes që Edi Rama dhe mazhoranca socialiste me 83 deputet po i bën asaj në një mënyrë skandaloze, në një mënyrë flagrante dhe në kundërshtim me gjithë retorikën e saj mbi drejtësinë e re e të pavarur, po i bën aferave korruptive dhe ajtudërisë së Belinda Balluku. Dhe personazhi i cili po e mbron sot Belindën, duke vënë rrezik parat publike, duke vënë rrezik ftyrën e shtetit shqiptar në raport me aleatët dhe partnerët europian dhe perëndimor, është Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk po e mbron Belindën për shkak se Belinda është një qeveritare e mirë dhe e pafajshme. Edi Rama po e mbron Belindën për shkak se dhe vetë është implikuar në aferat e saj. Dhe Belinda, si numri 2 i qeverisë, si personi i cili ka bërë gjithë punët e pista për këtë pushtet, nëse do ta lëshonte Edi Rama atë, ajo do të merrte me vete edhe Edi Ramën. Dhe këtu është thelbi i kësaj proteste. Edi Rama është i person i marrë peng, është i person i shantazhueshëm. Dhe i person i shantazhueshëm, një person rreziku i një personi të shantazhueshëm nuk është vetëm korrupsioni i tjeshëm edhe i sotëm, por se një njeri i shantazhueshëm mund të marrë peng edhe mund të lerë peng jo vetëm veten e tij, jo vetëm qeverinë e tij, por edhe i kombë të tërë. Dhe Shqipëria dhe shqiptarët nuk duhet t'ia lejojnë vetës, qoftë si shoqëri, qoftë si popull, qoftë si peng, që të merren peng edhe të lidhen edhe të shkatrojnë të ardhmen e tyre i grup ajtutësh, autokratësh, njerëzish pa tin e pa iman. Edi Rama e fundit.
Ku është rreziku tjetër i personit marrë peng? Edi Rama ka vite që më paguan 10 miliona dollar në pingje për shkunë për konferenca, për dalë për takime, për dalë foto me president ndryshëm, mati po le penga dhe copa territorit tonë, si që është Ishulli Sazanit, Gjiri Zvernecit, që ai ta ketë mirë punën me presidentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe një person i cili le peng, i cili abuzon jo vetëm mbi parat e popullit më të varfër në Europë, parat e mbledhura nga datimi i bukës dhe nga datimi i punës së pensionistëve dhe punëtorëve me pagat më të ulta në Europë, nuk mund të tolerohet që ata të lozin edhe me territorin, edhe me sovranitetin tonë kombëtar. Dhe pyetja që duhet bëjmë gjithë secili sot është, çfarë është i gatshëm Edi Rama të lej peng që të blej lirinë e tij dhe të shpëtoj nga burgu. Ai është i gatshëm të lej peng gjithçka, qoftë sopra territori, qoftë para publike, qoftë nderin dhe dignitetin tonë kombëtar në sytë e botës. Si do qoftë, dhe mbyllem i thirrje. Edi Rama, ku i ke shokët? Edi Rama, ku i ke shokët?